Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 30 vjeçe dhe për disa vite kam punuar në një fabrikë të madhe për punimi mishi në Tiranë. Nuk ishte puna që kam ndërruar ndonjëherë, por ishte një punë që më siguronte një rrogë të qëndrueshme në një moment kur kisha shumë nevojë për stabilitet. Kur fillova punën, gjithçka më dukej e rregullt. Kishte uniforma të pastra, kontrolle në hyrje, rregulla strikte për higjienën. Na bënin të ndërronim këpucët, të vendosnim doreza, kapuç dhe maska. Nga jashtë dukej si një vend serioz dhe shumë profesional. Edhe unë u binda. Punova në sektorin e magazinës, aty ku mbërrinte mishi dhe përgatitej për të kaluar në linjën e përpunimit. Ishte një ambient i ftohtë me temperatura të ulta gjatë gjithë kohës. Në fillim ishte vështirë të mësohesha me erën, me lagështirën, me zhurmën e vazhdueshme të makinerive. Por njeriu mësohet me gjithçka. Ditët kalonin njëra pas tjetrës, zgjohesha erët, shkoja në punë, bëja të njëjtat veprime, kthehesha në shtëpi e lodhur. Nuk mendoja shumë për atë që ndodhte përtej detyrave të mia, derisa erdhi pikërisht dita. Ishte një mëngjes i zakonshëm. Kisha hyrë në turn dhe po kontrolloja disa arka që sapo kishin ardhur. Gjithçka dukej normale, derisa dëgjova një zhurmë. Një gërvishtje e lehtë. U ndala dhe dëgjova me vëmendje. Në fillim mendova se ishte ndonjë makineri apo ndonjë punëtor që lëvizte diçka. Zhurma vazhdonte dhe u përsërit. Këtë herë më afër. Zemra më rau shpejt. U afrova ngadalë drejt një cepi të magazinës, aty ku zakonisht nuk kalonte shumë njeri. Pas disa arkave të vendosura njëra mbi tjetrën, pash diçka që më ngriti menjëherë tensionin. Minj. Jo një, po disa. Lëviznin shumë shpejt, duke u futur mes arkave, duke kërkuar ushqim. U tërhoqa një hap mbrapa instiktivisht. Nuk ishte thjesht fakti që ishin minj. Ishte vendi ku ndodheshin, aty ku po përgatitej ushqimi. Ndërsa po përpiqesha të kuptoja çfarë të bëja, një prej tyre u shkëput nga të tjerët dhe vrapoi drejt zonës së makinerisë. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Ai u fut në një hapësirë të hapur të linjës përpunuese dhe u zhduk. U ngriva. Mendja më shkoi menjëherë te ajo që mund të ndodhte. Pa humbur kohë, lash gjithçka dhe u nisa drejt zyrës së përgjegjësit. Hyra pa trokitur. Kam mi në magazin, i thash me zë të dridhur, dhe një prej tyre u fut në makineri. Ai më pa me një qetësi që më bëri të ndihesha edhe më keq. U ngrit ngadalë dhe erdhi tek mua. I tregova vendin, ai e pa për disa sekonda dhe nuk reagoi siç unë e prisja. Nuk u alarmua, nuk thiri askënd. Qëndroi aty dhe pastaj më tha: "Janë gjëra që ndodhin." E pash e habitur. "Duhet të ndalojmë linjën, nuk mund të vazhdojmë sikur nuk ka ndodhur gjë", i thash. Ai u kthye nga unë dhe më pa me një shikim shumë të ftohtë. "Ti bëj punën tënde, mos u merr me pjesën tjetër." Ajo fjali më goditi fort. Por ajo që më tronditi më shumë ishte se pas pak minutash procesi vazhdoi normalisht. Asgjë nuk u ndal, asgjë nuk u kontrollua. Gjithçka vazhdoi sikur nuk ishte ndodhur asgjë. U ndjeva e pafuqishme. Gjatë gjithë ditës nuk mund të përqendrohesha. Sa herë shikoja makinerinë, më dukej sikur po shija të njëjtën skenë. Fillova të vërej gjëra që më parë nuk i kisha vënë re. Cepa të papastër, pa kujdesi në procese, mungesë kontrolli në momente të caktuara dhe mbi të gjitha një heshtje e çuditshme. Askush nuk fliste, sikur të gjithë dinin, por askush nuk donte të hapte gojën. Pas disa ditësh u ula me një kolege që punonte aty prej shumë vitesh. E pyeta hapur: "A ndodhin shpesh gjëra të tilla?" "Nëse do të qëndrosh këtu, mëso të mos i vësh re të gjitha", më tha ajo. Kjo fjali më mbeti gjatë në mendje. E kuptova që nuk ishte një rast i izoluar. Ishte një mënyrë pune. Ditët kalonin dhe unë ndihesha gjithnjë e më e rënduar. Nuk ishte më thjesht një punë, ishte një konflikt brenda meje.
të vazhdoja dhe të mbyllja syt apo të largohesha dhe të humbisja sigurinë që kisha. Në shtëpi fillova të flisja më pak. Mendimet nuk më linin të qetë. Sa herë shija produkte në përmarkete më kujtoi ajo ditë. Një ditë ndërsa po përgatitesha për në punë, u ndala para derës. Nuk doja të shkoja. Ishte hera e parë që ndihesha kështu. Në atë moment mora vendimin. U ktheva, mora telefonin dhe njoftova që nuk do të kthehesha më në punë. Nuk ishte një vendim i lehtë. Kisha nevojë për punën, por kishte diçka më të fortë se nevoja për para. Ndjenja që nuk mund të isha pjesë e diçkaje që nuk ishte e drejtë. Sot kur e kujtoj atë periudhë, e kuptoj që ajo punë më mësoi diçka shumë të rëndësishme. Jo gjithmonë ajo që duket e rregullt nga jashtë është e pastër nga brenda, dhe ndonjëherë një moment i vetëm mjafton për të hapur syt për gjithmonë. Që nga ajo ditë nuk i shikoj me gjërat njësoj, dhe ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme që mora nga e gjitha ajo eksperiencë.